Përshëndetje, unë jam Muhamet Dauti nga Para 3. Sot do të prezantojmë Frank Bardhi. Kush ishte Frank Bardhi? Frank Bardhi vazhdoi traditën e buzukut dhe bullit, duke punuar për rrotjen e gjuhës shqipe. Ai ishte i pari që artoi një fjalor shkencor latinisht shqip, veprat e tij përfshin proza biografike, historike, etnografike dhe polemike. Ai ishte i shqetësuar për gjendjen politike të popullit shqiptar, për robërinë, shtypjen dhe shpërcimin. Ai ishte i interesuar për traditën kombëtare, veshjen, ushqimin, shtëpinë, tregtinë dhe këngët për herojtë të kohës. Lindja dhe familja. Frank Bardhi lindi në kamën të Zadrimës në vitin 1666, në familjen e shquar të Batajve. Familja kishte dhënë shumë klerik dhe bajraktar të njohur. Ai mori edukimin e hershëm nga mësuesit e familjes të të mësuar nga ambienti i dijes dhe fesë. Ky edukim i hershëm për përzimin e rrugës së tij si peshkop dhe dietar. Në 1635 votoi fjalorin latinisht shqip. Kjo ishte vepra e parë shkencore, leksikografike në gjuhën shqipe. Fjalori i tij kishte karakter kritikor dhe përbante kujtesa parathënie, alfabetin e shqipes dhe shtuica të ndryshme. Emri nisi peshkop dhe vepra për skënderbeu. 30 mars 1636 u emërua peshkop në Sapër dhe Sarte. Në vend të Gjergj Bardhit, më 8 prill 1636 nisi punën e tij në Shqipëri. Në maj 1636 votoi veprën për Skënderbeun me titull Gjergj Patrioti e Pirotas. Vepra tregon primarinë dhe heroizmin e Skënderbeut dhe vendësinë e tij për bashkëkombësit dhe ateut. Bardhi e shkroi veprën latinisht dhe e votoi brenda 15 ditë. Aktiviteti si i peshkop. Si i peshkop filloi aktivitetin vetar, politik dhe kulturor, dërgonte letra dhe relacione në Vatikan, ku përshkronte jetën e banorëve dhe problemet e fesë. Ai shënoi zakonin dhe shëtimin e armët dhe mënyrën e interesa së banorëve. Bardhi regjistronte të dhënat sociale, gjeografike, demografike dhe etnografike. Letrat dhe relacionet. Letra e 7 shtator 1636 tregon kënaqësi e Bardhit për pritjen e popullatës dhe dëshirën që studentët shqiptarë të kenë vend në kolegjit e propagandës. Letra e 8 shtator 1637 tregon punën e tij në përkthimin e veprave fetare sipas koncilit të Tridentit. Disa vepra nuk u botuan dhe nuk dihet impakti i tyre. Vizitat në kishat dhe krahin. Nga viti 1687 filloi vizita të rregullta në kishat e diocezës për të njohur në gjendjen e fesë dhe gjendjen sociale dhe politike të popullit. Ai përshkronte zakonin fisnik e këngë për Skënderbeun dhe princin lek. Tugaçini Bardhi jepte të dhëna antropologjike për burrat dhe gratë, veshjen, logët dhe armët e përdorur. Përshkrimi i banorëve. Përshkrimi i banorët e përshkruar nga Bardhi ishin me shtatë mesatar, burrat mbanin këmish dhe lekët natyrale. Gratë dhe burrat e respektonin traditën dhe ishin të gatshëm për të luftuar në rast të nevoje. Ai evidentonte krenarinë dhe pasurinë emocionale të popullit dhe zakonet e tyre. Relacioni për Zadrimën. Në 10 prill 1621 Bardhi përshkrua Zadrimën dhe bukurin e saj natyrore. Ai përshkronte gjendjen sociale, politike dhe demografike e të numrit e banorëve, shtëpi, besimin dhe jetën e përditshme. Bardhi shqetësoi për shpërcimin e të mirave nga të huaj dhe varfërinë e popullit. Çështja e Pjetërbutit. Bardhi u përpoqë të ndriçonte vdekjen e mistershme të Pjetërbutit.
Ngrihen akuza ndaj Nikola Lekës dhe të tjerëve në Vatikan. Gjykimi nuk solli hetime të plota, por marrë insistoi për drejtësi dhe ndryshim të së vërtetës. Edhe trashëgimia Frank Bardhi vdiq në qershor 1643 pas një sëmundjeje të shkurtër. Ai la një trashëgimi të madhe, një gjuhë, letërsi folkloristike dhe histori. Bardhi vendet me figurë kyçe për vllajtjen e gjuhës dhe identitetit. Kombëtar shqiptar, fjalori i Bardhit përmban rreth 5000 fjalë, kryesisht të sferës gishtaре, ai është kryesisht dy gjuhësor, latinisht shqip në disa pjesë katërgjuhësore, latinisht, italisht, shqip dhe turqisht. Përmban alfabetin e shqipës, parathënie, katër poezi, leksikun dhe shtojcën. Përfshin numër, emra vendesh, ndaj folje, pastirë, proverb. Kjo fjalor është baza e gramatikës dhe folkloristikës shqiptare. Proza dhe motivet e shkrimit. Bardhi shkroi proza biografike për shkruese historike, etnografike dhe polemike. Motivimi kryesor ishte rrotja e gjuhës së shqipe dhe enigmat, por për rrëfimet fetare parathënia tregon për kushtimin e tij ndaj gjuhës të kombit, modestinë dhe dilemat për kodimin e lekëve. Përfundimi dhe rëndësia e lekës. Frank Bardhi kontriboi në gjuhësi, letërsi, folkloristik dhe histori. Ai dokumentoi traditat, zakonet dhe jetën sociale të shqiptarëve. Trashëgimia e tij e bën një figurë kyçe për vllajtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar. Ai mbetet shembull i dietarit dhe patriotit të vërtetën. Faleminderit për vëmendjen.